Një mësim që është mësim jetësor. S'po kam qef mu largu për ju vëllazni, për e u dhon hedije këtë mësim apëta. Nga se me vetje ku marrë pja tjetë, e s'kësha pas se vëdhëratët që ku marrë me vetje mos mja u jep apëta. Përdaj 1 minut shembull të shkurt. Një dietar ka qenë i madh, edhe e ka pas një kojshi, ka bo shumë zullëm. Ai kojshia si shkoll musliman. Ai kojshia ditë për ditë pja gjumë bërlogën këti njeri para deres, veç me a plasë zemrë, veç me i bo keq, për kur veç pja gjumë bërlogë. Edhe këj njeri kish marrë vesh kush pja gjumë. Dikur u plak këj hoxha, këj muslimanë mirë u plak, edhe djemë të ti rëthishim për rëthusit, si djemë të rëth babës, para se me dek. Baba tha, ma thirë një bre kojshin më spritofshi. Shkun e therën kojshin, tha qa po lyp këj plak, qa po më thirë tash mu, qka ka? Kur hini ai si shko musliman heq? Kur hini tha, bitemi dini veç pak për jashtë se kam një punë me këtë kojshin. I tha, hajri inshallah kojshi, qka u bo? Thot veç pata një punë me ta kalzu para se me dek. Thot, a peshe qatë kofe që atje? Thot, po pesha. Wallahi thot me qitë kofen, që 20 vetë bërlogun që ma gjumë paraderi jam të e gjujtë bërlogat jaftë. Tha edhe mos me konë deka, kur së shka kalzu? Po kam ndro që të mëzojnë djemë të mije, tani nuk duroj si jone. Veç për të kalzaj që ki kujdes. A i tha, a i shish musliman? Tha tanë kone këdi që une për ta bëj, edhe s'ki full kur gjë. Thot vallaj tanë kone, s'kom dash me të shqetsuar e ty që shti për më shqetsuar mua. S'po du me ta këthi me të keqe, që shti për më keq mu, që kjo përësia. Tha, ku jem su vëlla kështut? Pikati këtë mësime, që kjo është hedija që po du me o dhona. Tha, që shtu në mësën neve Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Që shtu në ka mësu së qudikja. Prandaj, ban punë mira, edhe thuj njerëzve, që kjo Muhammedi alaihi sallatu wasalam, sërtë rrezik, më stutni pe njerëzve që kanë bon jetë në ngu pejgamberin sallallahu alaihi sallam. Si janë të rrezikshëm ata, të mirën vallahi ata, veç mirë ki pe i tyne. Ai që e dënë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam zban zarar, zban keq, i nimën tjerëve. Çështën na mëson neve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çaja dikujt një thasmil, thuj, çështën kam mësu pejgamberin me bo mirë vallahi haftan. Le të dën dikush pejgamberin për shkak të mirës tonë haftan. Atë sa sevapën e ki. Le të dikush o Zot elhamdulillah, pse ti keni mua haftan. A ka më mirë se dikush me dashur Allahun e ti e sebeb? A ka më mirë se dikush me dashur pejgamberin azh me ti e sebeb? Që kjo është ajo që neve na duhet. Andaj neve na don Allahu xhalla xhelaluhu. Allah në ndihmoft në punë tona. E lësë Allah në madhë që gjdoj smut që është për musliman me Allah me sharu. E lësë Allah në madhë që gjdo musliman që ka borqe, Allahu e furnizoft e borqet me këthy. E lësë Allah në madhë që gjdo musliman që u dek, për muslimanve tonë, babalarve, gjyshve, nonave, gjyshve, motrave, o Allah, bëni rahmet, fale u gjunaat, bashkana në gjenet zbashku me ta, zbashku me Muhammedin alaihi salatu wassalam. Si kur që lësë Allahun që gjdo kënë që gjaku mëslime po derët, Allahu a gjak me rujt, e nderin me rujt, e lësë Allahun e madhë që ndëgjëm lajmet mira për gjdo musliman, ku të që aja është në këtë botë aftën. Të gëzohemi me gëzimet e tyne, e të piklohemi me piklimet e tyne, nga se kështu në ka mësu Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Andaj dërgoni salavat mi këtë burë të madhë, mi këtë njeri të madhë, mi këtë mshirë të madhe që Allahu na ka ndëru me te, nga se Allahu na ka urnu në Kur'an, që qëmë salavat një pejgamberin sallallahu duke thënë, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد